Po edhe prindi jëtë është hera parë që është prind. As ata nuk dinë ndoshta ma mirë me bo një situatë, me përjetu një situatë, me të ofru ty tënat mirat e jetës, po nashta ata vetë nuk mujin, aten? Për çka i fal prind tu sot? I fali prind, kuku, i fali prind, shka kjo pytje. Edhe a e din që u qupan më ngjas edhe më një dëshirë shumë të madhe me të ndëgju, se ma kujton shpinë, ma kujton rrugën për në punë, mi kujton prind, edhe jema gjenoj ata të ndëgju ty çdo mëngjes në zyre. Po që ma bën këtë pytje, i fali prind për nashta najherë që jem bo nervëzë që s'ka ndash më bo nervëz, po, duke e thënë këtë, unë jam fëmija i madhe i familjes. Qush keq ajo që qush edhe njëherë? I fali prind për ata kur jem bo najherë nervëz me mu ose me diçka dhe e kanë shpreh në shpe, po që s'ka ndash. Okej. Edhe, veç lejom ta them edhe një fjallë që e kom pa në internet para shumë kohë dhe që kanë ngecë me mu për një kohë gjatë, është që mos harro që është hera parë që prindët tu që përjetojnë. Kjo përkthim për anglishtës nashta s'po bën shumë kuptim shqip, po edhe prindi jëtë është hera parë që është prind, është hera parë që u kon fëmijë, është hera parë që po jeton jetën njësoj sikur se ti. Edhe nëse ata bojnë ai gabim sa do të vogël, mos mendoj që e kanë bërë me qëllim. As ata nuk dinë ndoshta ma mirë me bo një situatë, me përjetu një situatë, kështu që nuk mendoj që prind bojnë shumë gabime. Domethënë, ata përpjekën sa ma mirë me na rrit, sa ma mirë me na dasht, sa ma mirë me na shkollu. Atje se s'du me kajtë, zot, largo. S'ka kjo pytje. Mos t'lutem, më mendova fani me bo. Çfarë fani kjo, çka i fal prind? Ma. Po, ata jenë, domethënë, edhe une më najherë për shembull mendoj, kur bosh ti najherë nervoz kushdo që po ndëgjon me prindët tu, veç mendo kur jenë kun ata të vogël, qysh jenë rrit, çka kanë përjetu ata, domethënë jo që i kanë hecë në shkollë atë 2 kilometra mbor, po qysh ata najherë jenë ndje keq në shkollë, ose qysh ata najherë në punë jenë ndje keq, ose qysh ata dojnë me të ofru ty tënat mirat e jetës, po nashta ata vetë nuk mujin, aten? Është kapaciteti tyne maksimal, financiar, emocional, psiqik. Miro. Qashto. Unë ju dërgoj shumë dashuri, edhe këtu në Hollandë sot në Amsterdam është shumë diell, s'po dim Prishtinë, dje ke shi. Po një buzëqeshje ju dërgoj të canve, kush po ndëgjon, sidomos 2 prindve të mi që tash në zyre, ju du pa fund, po ju du të tanve, edhe majnin mend që jeta është shumë e gjatë, po është edhe shumë e shkurt, edhe mos u bëni nervoz për sanet kota, domethënë shote poshtë vrem, shote poshtë. Gjujen bëllëg. Kështu që ju du të tanve, faleminderit. Na kanë largu kontë në spotim ku. Prit se kjo që ati këtë Sa po flisje, se vetë prind e tha bukur se unë jëm vetë nanë edhe rrugës kom pas mundësi me gabu edhe unë me Akilin e Helenën, ndaj edhe paku. Faleminderit shumë, për qafi shumë edhe prindët tu në Kosovë, edhe pa qfate dashur, pa shumë fate. Faleminderit shumë.